Sulmuesi kosovar Besart Berisha I ka shënuar një gol mjaft të bukur kampionëve të Anglisë Manchester United në miqësorin që këta të fundit fituan 1-5 kundër yjeve të kampionatit australian. Djajtë e kuq, ndryshe nga miqësoria e humbur pak ditë më parë në Tajland, kanë arritur të fitojnë madje me rezultat të thellë, por mediat sportive veç fitores së thellë të kampionëve të Anglisë I kanë bërë jehon edhe golit të bukur të ish lojtarit të kombëtares shqiptare Besart Berisha, I cili shënoi golin e vetëm për yjet e kampionatit australian, ku ai luan prej 2 vitesh me Brisbane Roar. Goli I Berishës u shënua në minutën e 52 pasi shmangu kundërshtarët dhe goditi saktë nga Erzone. Për Manchester United 2 gola I shënoi Lingard, 2 Welbeck dhe 1 tjetër Van Persie. Tek skuadra angleze u aktivizua pas minutës së 71 në vend të Welbeck, talenti kosovar Adnan Januzaj. Ndërkohë një tjetër lojtar që ka qenë kontingjenti kombëtares kuqezi Bekim Bala e ka nisur në mënyrë të mrekullueshme aventurën e tij të re me fanelen e Jagiellonias në Poloni, pas transferimit nga Sparta e Pragës. Bala që u fut si zëvendësues në minutën e 70 I dha fitoren skuadrës së tij 0-1 në javën e parë të kampionatit në fushën e Zavizas, duke dërguar me elegancë në rrjet në minutën e 78 një pasim të dhënë nga krau I djathtë. Në këtë mënyrë, Bala është kthyer menjëherë në benjaminin e tifozerisë së Jagiellonias, një tifozeri e cila shkaktoi edhe disa incidente në transfertën e parë sezonale.